أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله نفلندرojmë salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë nëse Allah nos gjallë që të na pranoj këtë ardhje këtu në veprat tona të mira na shkruaj sevap për çdo minutë të cilën jemi këtu edhe të na fshi mëkatet të cilat i bëjmë. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me disa fjalë të ulemave të cilat kanë të bëjnë apo flasin për zemrën, edukimin e saj. Ajo e para me radhë sot i kemi fjalën e Imam Ibn Qayyimit rahmetullahi alayhi, i cili thot besimtari bëhet i fortë në ibadetet e veta me kusht nëse arrin me e mposht epshin, kajtjen, lakmin e vet. Të nderuar vëllezër, në arabisht edhe hawa edhe shahwa janë dy terme që na mund t'i përkthejmë njënën lakmi, njënën epsh. Lakmia dhe epshi kanë gjona të përbashkëta, por kanë edhe gjona të ndara. Lakmia është më e gjanë se sa epshi. Lakmia mundesh me dash shumë sene. Epshi zakonisht ka të bëjë vetëm me anën, domethënë intimitetit. Zakonisht kështu ndahet. Prandaj Ibn Qayyimi ka thonë nëse dën që namazi yt me qenë komplet i përkushtuar namaz, atëherë duhesh me bën një gjë. Epshin edhe lakmin tonë me emun, me shtin në zap. Kjo nuk arrihet me një herë. Kjo nuk është lehtë. Mendojnë njerëzit se është lehtë, po besoni se zakonisht niveli pari besimtarit është kryerja e adhurimeve. Adhurimeve të jashtme. Gjatë kryerjes së adhurimeve duhet me ashtu edhe dijen. Me shku të lexu, të mësu. Masi të mrin nivel të mirë të dijes edhe të adhurimeve, fillon niveli i tretë. Ajo është ta vendosësh në zap, ta munish epshin tanë përmes edukimit të brendshëm. Prandaj na shohim se kemi problem, shumë prej besimtarëve janë në ibadete mirë, po kur t'i shën në zaptimin edhe vendosjen e dizginave të epsheve të veta, të lakmive, të kajtjeve, e sheh se bjen pi provimit. Bjen pi provimit. Në një apo në pikën tjetër. E sheh ka pas me njëri një punë caktume, haptas e ka mashtru. Hiç nuk e ka gajle. Tash thot populli, ai po falet bë? Pa i kam rrimë në nivel, po akoma edhe pse pe kryen adhurimin, Ibn Qayyimi po thot, ti mundesh mu fal. Por se për kushtimin sa e ki taman, vetëm do ta kuptosh ose do ta arrish kulmin në momentin kur epshin, kajtjen i kin në zap. Ju e dini, kam përmend kur i kam pas derset rreth edukatës muslimanit në xhami, ulemat fjalën qad qamatis salatu, namaz, kanë thonë ka dy iqametus salah. Iqametus salah, me kry namazin, me ungrit për namaz, me qu në vend namazin mrena në xhami, edhe me qu në vend namazin jashtë xhamis. Mrena në xhami ty e fal, me ruku, me sejdë, me tejat, me selam. Jashtë xhamis, duke i qëndru besnik që ati namazi, jashtë xhamis. Që ka thënë Allahu në Kur'an, inna salata tenha anil fahsha wal munkari wal bagh. Vërtet namazi të ndalon, është sebeb me të nalë nga punë të këqija, të ndytat, amoraliteti, etj. Një njeri i cili e ka kry namazin në xhami, si ka dalë pi xhamis, ka fillu gibet me bo. Ai e ka kry namazin pjesërisht, po obligimin e ka kry. Por çaj namaz nuk është bë sebeb ata që thot fjala popullore, ma thjesht, ma katunarçe. Ai e ka kry namazin, po çaj namaz nuk e ka bën njeri ata. Se ka bën njeri, hala.
Ai ka nevojë shumë me ndryshu, sepse namazi reflektimin, përveç që duhet me pas te vetja jote në mbrana në xhami, reflektimin edhe jashtë xhamisë. Kjo është ajo që e spjegon fjalën e këtij imami, ku nuk mundesh me u përkushtu në namaz, mrana, po edhe mas namazit, nëse ti nuk e ki epshin edhe kajtën nën zapin tënë. Këto qysh e ban, duke arrit me fut zemrën nën kontrollën tënde. Pejgamberi alayhi salatu wasalam çka ka thënë? Në trup është një pjesë e cila nëse rregullohet i tërë trupi, ajo është zemra. Domethënë, krejt pjesët e tjera të trupit rregullohen. Edhe të kundërtën ka thënë, nëse thot të mund epshi, kajtja, mas kësaj, dije se është ullë në karikën, kursin, në karikën, po thëmë kështu mbretërore mrena zemrës tone, shejtani. Në momentin që ti s'ke mujt në zemrë me mund epshin edhe lakmin, atër pritë sa i kam ullë, kam kryq, edhe me ta bëu ty me raba, u kry puna namazit ta në ibadeteve tua, nuk mund është mu koni përkushtum. Prandaj thot, qysh ka mundësi një njeri me u koni përkushtum në ibadete, përderisa në zemrën e tij ka gjetë vend shejtani dhe e ka robru zemrën e tij epshi edhe lakmia, kajtja. Kjo është përgjigja për krejt ata që ju thojnë juve, ose edhe ju në vete që e keni të njëjtin problem, sikurse në një pjesë e madhe jona, Allah na përmirësoft, të cilët themi nuk po e ndjejmë kënaqësinë në namazit. Nuk mund me një, kur e ki qëtë problem më rana vetës tane. Mirë. Dalim të pika 2. Ju kanë anku disa njerëz, Ibrahim ibn Edhemit i kanë thonë, o Ebu Ishaq, pse zemrat tona janë pengu nga Allahu? Janë pengu nga Allahu, hujib, për fjales hijab është penges, kur mes te edhe palës tjetër ka një penges, mes te edhe Allahut. Pse zemrat tona janë pengu? Është për qëllim nuk ndjejnë ibadetin, është për qëllim nuk vrapojnë ka ibadeti, është për qëllim nuk i vjen malli për ibadet, është për qëllim kur janë mrena në ibadet këshyrin me kry sa ma shpejt. Pse zemrat tona kështu? Ku është problemi? Ai ka thonë një mendim të vetë normal, gjithmonë se cilë prej dietarëve kemi thonë në bazë të asaj ku ka mri ai me dijen e vet. Edhe thot kështu: Li annaha ahabbat ma abghad Allah. Sepse zemrat tona thot po e dojnë atë që në fakt Allahu e urren. Nuk mundesh ti më kon me Zotin kur ti e ty e dash atë sen që Zoti në fakt e urren. Ka vazhdu? Zemrat po e dojnë dunjon, edhe janë të anu ka lakmia përkohshme, edhe nga epshet edhe lojnat, edhe nuk janë të e dasht, edhe kanë haru botën e përtejme e cila është e përjetshme. Naluni, këshureni dunjaja edhe historinë lexone. Sa ka pas kjo botë njerëz të mëdhaj, me pozita, qofshin musliman ose jo musliman. Allahu Gjeleshanu i ka testu të gjithë, fukarat edhe pasanikat. Ka pas mretër të cilët e kanë sundu dunjan, lindje e perëndim. Ka pas mretër të cilët magazinat e tyne, qashtë mushta i kanë pas sa qelsa s'kanë mujtë mi bajt grupi maj madhi ushtarve. Ka pas mretër të cilët ka kanë shku kanë shkip ari dhe argjant, që i kanë thonë vetës edhe zot, astaghfirullah. Krejt që ta kanë vdek. Çka kanë marrë me veten nga dunjaja? Kur gjë. E vetmja gjatë cilën ka me marrë njeriu janë veprat e veta. Kur thon veprat nuk po e përcaktoj të mira ose të këqija. Ti mvaret çfarë bën. Kur ta analizon, çohet dikush pesh në kohën tonë për njerëzve me ndikim që kanë bërë parë ose pushtet. Edhe nalet njeriu nëse e harron shpërblimin e Allahit, mundet mi amar lakmia tyne, mu mashtru. Kur ta mendon që ka pas edhe para ti të tillë,
sa gjenerata, i shohim në objektet e mëdhaja që kanë ka 500.000 vjet. Vjen aty një imam në një xhami, rrin 20-30 vjet i thot xhamia jame, te xhamia filanit. Shkon filani. Çka bën? Xhamia mbetet. Vjen mas 20-30 vjet imami tjetër, i thonë xhamia atij tjetrit. Edhe kështu me radhë, kërkush nuk metet në këtë dunja. Vetëm sprov kjo botë është. Atëherë, pse na nuk mendojmë kështu që pse mullon mas dunjas edhe lakmive të saj, kur Allahu xhaleshanu e ka urrejt. Allah ka përcaktuar çka në dunjaja. Ka thënë Zoti, dunjaja është lojë edhe dëfrim. Hajgare e sapi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikur dunjaja të kish pas vlerë të Allahu, apo dunjaja s'ka vlerë të Allah sa krahu i miskojës. E po të kish pas vlerë, nuk do t'ja mundsante jo muslimanit me pi asnjë pik ujë, një glënk ujë. Pashtu na ka tregu pejgamberi alayhi salatu wasalam vetëm një ibadet që është nafile, vullnetar, sa farz. Që çaj ibadeti është më i vlefshëm se dunjaja dhe çka ka në ta. Çka ka thonë? 2 recat sunet të sabahut janë më të vlefshëm se dunjaja dhe çka ka në ta. Që mas shkafit nga në ti ose une. Na nuk munën zemrat tona mu lidh me Zotin. Nuk munën. Kur na nuk e perceptojmë sakt dynjan. Shpirtat tonë janë kriju në kalubela, në atë kone e zelit, para krijimit të dunjas edhe çka ka në ta dhe kësaj gjithësie. Allahu i lartësuar i ka kriju, e ka marrë besën për secillit prej neve, Alastu bi rabbikum, a jam unë Zoti juaj, kanë thënë shpirtat gjithsesi. Pastaj Allahu xhaleshanu i ka lënë në atë botë sa ka dashur me qindra mijëra vite, sa ka dashur ai. Pastaj i ka vendos në barkun e nanës vet, secillin. Kanë kaluar nga 9 muaj mesatarisht, shumica e njerëzve. Pastaj vjen këtë dunjë, jetojnë 60, 70, 1000 vjet. S'ka problem. Masaj vdes trupi, shpirti nuk vdes. Jetojnë në jetën e berzahut me 1000 vite. Me 1000 vite, 3000, 4000, 5000. Pastaj vjen dita e gjykimit 50000 vite. Pastaj vjen xheneti ose xhehenami pa llogari, pa kohë, nuk ekziston koha. Sahatat nuk ekzistojnë. Data nuk ekziston, vitet s'ekzistojnë. A shifni ku jemi na në këtë rrugtim të gjatë? Është kry, nëse do të thani me shkollë, para shkollori o kry. 9 muaj në barkun e nanës. Tash je në shkollë fillore, në klasë parë bën maki. Deri në vdekje. Pastaj me 1000 vite jeta varrezave. E kupton se në kohën e Ademit alayhis salam edhe mas tij vllatë dhe nipat mbesat, akoma shpirtat e tyre parimisht janë në jetën e berzahut. Pastaj 50000 vite. Pse mu dhon na mas kësaj bote? Pse mu dhon? A shifni sa e shkurt është në krahasim me jetën e varrezave? Sa e shkurt është në krahasim me 50000 vitëshin para Allahut? A kupton vëzni? 1 orë ti pret në rend të mjeku, 2 orë pret në rend edhe dën mu tranu. 50000 vjet ki me prit në rend. E vetmi e gjatë që ka me të shpëtua Allah për mesaj janë ibadetet e tua. A meriton njëri me humbë vetëm ditën e gjykimit, 50000 vjet, edhe nëse do të pranonim se s'ka botë tjetër, xhenet e xhenem, veç ditë kiametit. 50000 vjet, duhet me i dhëmë përparësi 50000 vitëshit ndaj 70 viteve. E tash, që kjo fjala e këtij dietari që ju keni dhënë përparësi jetës kësaj bote. Para Allahut azza wa jall, para botës tjetër. Çdo sen duhet me sakrifiku njeriu vetëm me mri tek kënaqësia e Zotit. Mos me vendos pengesë, që vjen pengesat. Ti nuk vën pengesë fizike mes te dhe Allahut. Ti vën pengesë përmes qoftë mëkateve, qoftë lënies së farzeve, qoftë neglizhencës. Qysh
të mundsohet me gjetë një punë pak më të mirë, po që aty të pengohet falja namazit. E arsyeton veten s'po ka mundësi me dhënë sadak me x arsye. Në anën tjetër nuk i lën lukset. Cili prej neve 50 cent në ditë jep çdo ditë obligim. 70 cent në ditë obligim. Obligim ditor. Nuk besoj, ndoshta ka për po cili prej neve një ditë nuk e pin një kafe, qoftë me një shok, qoftë me një mik, qoftë vetën. E këto thash neglizhencë, edhe pse nuk po tham që janë ndalume, mos keq kuptohemi. Por që to janë pengesë pastaj mes te dhe Allahut. Kur e qet Zotin para çdo sene, ty për Allah nuk dhimbet parja. Ty për Allah nuk dhimbet minutat. Kur ka qenë më arsyeshme me nejt 2 orë në kafe, se sa me nejt 1 orë në xhami në ders. Ju mendoni se çka më të bëjmë të shku në ders? Kjo mirë, elhamdulillah. Që i bashkë me mu që jemi të ardhë. Po mos më nëse çka jemi të bëna? Jo, se të për neve ka 2 orë në ditë i up në telefon. Ka 2 orë në ditë i up me shok, i up në kafe. Jo, njerë një javë. Hajde edhe të gjëmon, edhe 1 orë. Jo, nëse këqyrim sanet që duhet, në është për me kritiku veten, por s'ka problem. Ma mirë që shtu se sa heq. Kur ta kuptojmë na fjalën e Allahut azza wa jall, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Thuaj, namazim, kurbanim, jeta dhe vdekja janë veç për Allahun krijuesin e gjithësisë. Kur ta kupton ti se çdo lëvizje e jotja duhet më kon për Allah. Me ditë se jam të bom me emri kënaqësinë e Zotit. S'ka lidhje sa kum fitu sot, sa kum up, çka kum bë. A është Allah i kënaqur sot me mua? Mirë puna. Kur ti kuptojmë që çdo sanë ti qesim çet binar, mos e baj gale se zemra jote mirë është. Prandaj një prej sebepeve është dhënia mas dunjas të harruarit e ahiretit. Dhe prej modave që na imponohen për ditë të ini është ajo fjala njerëzve filani ka vyt, filani ka përparu, se e kish ba këtë shtëpi, e kish blet këtë banesë, ja kish nërreq nipave, ja kish siguru jetën edhe nipave. Filani i suksesshëm është tregu. Pse? Mashallah s'ka pas kur gjë, ka arrit me bani pasuni që ka që milionëshe. Edhe na mujmë mja marrë lakmija ti, rëshesim. Se për ditë të një që si lajme, na mujmë rëshit. Pse nuk thojmë na, mashallah filani, që 20 vite e falë sabahin në xhami. Pse na muslimant nuk kemi që si matematika, po veç me matematikat e të tjerve. Ka vytaj, nipave, a ka qenë haxhi jo, numre jo, zeqata ka dhonë jo. La ilaha illallah. Kujdes, mos i veni pengesë vetës juj, duke u dhonë mas dunjas e me haru ahiretin. Na nuk e kemi temën për me ta bo bajat dunjan. Kjo sa qëllime? Mos më keq kuptone, se na kemi edhe transmetime që dhe nësa është të bo kiameti mbillë një fidane. Por është qëllimi, zemrat tona mos me guxu, absolut me u lidh me dunjan, që kjo lidhje me kriju pengesa mes nesh edhe Allahut. Shkaq. Përndryshe kush mund me marrë një balancim, ajo është shumë e mirë. Se në mesën e sahabëve kemi edhe milionera. Por, kret që ato milionat ti nëse i banë, mu konë prapë në shërbim të Allahit. Qëkaq. Edhe mës me hup ahiretin, edhe mës me vendos penges mes te dhe Zotit, për asgjë. Për asgjë. Wallahi l'adhim. Çka ta ka shkru Allahu risk? Ndash Kosovë, ndash në Evropë, ndash në Amerikë, ndash shko për mi qabe flemë, vetë qatë risk që ta ka shkru Zoti ki me marë. 2 sene. Ose ki me u stresu, edhe me u largu për ibadeteve të nga mas riskut, ose ki me u bohorë. Para Allahut. Prandaj, jeta me bindje, me krenari, se nuk të vjen ma shumë se sa të ka shkru Zoti. Merri sebepet veç halal, mos bjerë pi provimit Zotit. Mos bjerë. Qika është me si vendos penges vetës tane, të ngaj ma shumë, pasha Zotin. Kemi njerëz, njofim njerëz të cilët e kanë provu ato dhe kanë provu këta. Mas sebepeve harame, mas sebepeve halal.
e vetmja gjë në bind në fund se pa shkru Zoti badialla. Andaj, si musliman, keni kujdes. E treta, thot Hasan el-Basriju, zamrat vdesin, por edhe ngjallën. Këtu nuk është për qëllim vdekje, më thonë fizike, me vdek, zamra mos me punu, po vdesin nuk e ndjejnë ibadetin, lodhen ibadete, dobësohen adhurime. Por thot edhe ngjallën, banë më të forta, e një vullnet, zamrat. E tash, qysh mi ngjallë? Shumë e ka dhënë një fjalë të fortë, rahmetullahi alayhi radiallahu anhu. Thot, kur të vdesin zamrat, ngjallni me farze. Allahu akbar. Kur gjënë se s'manin men, ç'ta manin men. Kur të vdesin zamrat, ndash me ngjallë zamrën, ngjallë me farze. Ma si ta ngjallësh, për një ngjallë vetën, mirje, çka me bon? Thuj zamrës, kush ka thonë me dek? Qysh po des për ibadeteve të Zotit? U bona sebeb me ngjallë, s'ka me të lanë me çkaq, ka me të dhenë, ka me të eduku. Çka po thot, edibuha bin nawafil, edukani me nafile. A ngjallë me farze, mos u nal çaq. Edukoje. Bane gdhende, qysh duhet mu dhenë një zemër e shëndosh e besimtarit. Me çka? Me sunete nafile. Ku thot nafile është për qëllim sunetet, gjitha. Se kemi farz, kemi sunet, kemi mustahab, domethënë te fjala nafile përmbledh sunetet dhe mustahabet. Kur përmendet kështu e përgjithshme. Çka shohim na tash? Qysh me ditë zemrat tona janë ngjallë? Këtyre farzeve sa pjurin gati. Po mi këtyre zemrat tona a janë të edukume? Qysh i ka hijen i muslimanit? A i kemi shtin në zap si fëmit? Fëmive ju qenë me hungër me pi. Por ka rast kur ti gjallë iman ata. Allah iman po ti bash sebeb. Mos keq kuptohu. Por i kit pa edukum. Çka me bën fëmit? Mi eduku. Qashtu dhe zamra lyp edukim. E përmendën në fillim, ka njerëz të cilët i kryejnë farzët, por nga ana tjetër kanë vrejtje. Pse? Nuk i kanë eduku zamrat të tyre. A ke vrejt ti? Sa ka ndikim një ders të ti? Sa ka ndikim një namaz të ti? Unë e di se jemi në një kohë kur zamrat janë të ngurta. Se të njëjtin probleme kam edhe unë. Sa herë, apo ndodhë që neve në nafile namaz, ose gjatë leximit të Kuranit, ose gjatë dëgjimit të një dersit, ndodhë që na rënqethen zamrat, ose na çan syni. Mos e merrni si obligim këta. Por me përmendjet Allahu qetëson zamrat. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Besimtarë janë ata cilët kur përmendet Allahu ju tërqethen zamrat. Subhanallah. Keni kujdes vllazni? Mos i lëni nafilet, mos i lëni sunetet. Përderisa jeni të kry adhurime nafile, përveç farzave dhe nafile. Domethënë ju jeni mirë me edukimin e vetes juaj. Mirë i keni punë. Në momentin që rrini veç keni ngel në farze, domethënë është rreziku jeta e zamrës juaj. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam me inspirim nga Zoti na i kalon nafilet. Na i kalon sunetet. Sunetet ulemaja kanë thonë janë ushtari i farzit. Shejtani kur ti ki suneten nuk ka vakt mu marr me farzët e tua. S'ka vakt. Se ti ki shumë buroja para prake. Nëse mundet me ti thuj sunetet, ushtart, pastaj më rrinë të mreti, të farzi. Mundohuni në çdo ibadet me pas hisen nga nafilet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po na tregon se kush i fal 12 rekat sunet mrena ditës e natës, sunetet e 5 vaktit, i ndërtohet një shtëpi në xhenet. Para mendo, nëse mrena 50 vjet aktivitet ton, na, secili prej neve kish mi ble 5 banesa, çdo 10 vjet ka një banesë në Prizren. Çka kishin mi thonë njerëzit? Mashallah. Ty Allahu xhaleshanu po ta mëson çdo ditë me ta ndërtuar nga një shtëpi në xhenet, vetëm nëse ti
i falë 12 rekat sunet. 2 sabajt, 6 drekës, 2 akshamit, edhe 2 mëram të yatsis. Po ashtu po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu mëshiroft atë besimtarit që i fal 4 para ikindis. Tash, këherë nuk kemi të rregullt, edhe nuk është patjetër më koni rregullt, sepse lejohet tolerim me pas në këto, se të funin ram sunet janë. Bajmë plan këherë mi fal 2. Nalëm se nuk e di sakt. A thu hynë që të fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu mëshiroft një besimtar, një rob që i fal 4 para. I thanë vetës, pse më mirë, o demel. Pse ti 2, pse si fal 4 atë? Pse? Çka kiti? Pse? Edukoje vetën tane. Edukoje. Ban mrana vitit 50 dit. Mos me fal sunetet aty të. Po nuk ban 365 dit. Nuk ban. Nuk ban mu harru ti kur i ke fal sunetet. Nuk ban mu harru ti kur ka agjeru nafile. Nuk ban. Për ndryshe nuk e ke eduku zemrën tane. Andaj, mas farzeve kalonin sunete, mas suneteve kalonin në nafile. Sunetet tash 5 vakteve, i morën vesh, pastaj kalesh nafile në namazin e duhas. A dini që kemi besimtar që përmendin vetë, kanë që 20 vjet falet kur nuk ka fal namaz të duhas. Në rregull, unë po pajto me ty që s'është farz, po be mirë, o vëlla jam. Mirë. Po nuk ban betë çështo. Mu kanë një ushqim halal. Edhe pse s'ta ty. Duhet me provu be njëherë, me provu. As po ta, s'ka lidhje. Ja, kurse kum kërku diçka që m'pëlqen. Po du me provu ne, provoj be njëherë falit 2 rekat, namaz duha. Njëherë jetën tonë e ke fal be namaz nafilet natën, mu qu në ora 3, në ora 2, në varët nata që është lëviz. Me e thirë Allahun Gjelleshanu kur po të thirë ty Zoti, ti me thirë Zotin, o Allah, kur po thot, a ka prej robërve të të kërkojnë. Ti me thonë, o Zotë që ku jam, kur kretë janë të fjetë. Ja vlenë be mi provu, ti eshtë mi provu. Imam të mdhaj, si që qenë imam Mahmedit, e të tjerë, kanë ndodhë që kanë mësu një adith, qastu 2-3 ditë para se me dekë. Kanë thonë, pe praktikon. Thonë, ti, ka thonë, të shkruhëm të Allahu Gjeleshanu që edhe që të synet e praktikova bile njëherë një jetë. Edukani zamrat e juja me nafile. Marim avdes. Kur marim avdes, i grajmë veç farzëve. Bab, shpejt. Është pastaj ma e pahishme, kur shë musliman, pasos të sunetit. Wallahi l'adhim. Po më dhamë zamra, e po du të me përmen. Afrohemi mu lidhë në farz, hala kesh me shokin e vetë në djathën të majtë të bëha i gare. Po vllazni, a dini që dhe më thonë medalë para Allahut, po ti para një prokurori, para një gjykatësi, para një mjeku, para një dikuj, medalë, ti sa ki me bajt gale, para një profesori, para një testit autoshkollës. A dini me para Allahut po del, edhe shpesh dhe më thonë në safë, dojnë me mështi edhe mu, dhe më thonë, në lojën e të keshnës, rëbër seriaz. Ma bërse sahabët kër kanë fillu me marrë avdes, ose me një vakti, kanë fillu mu zverdh nga frika kuj po i dalin, ose nga frikë respektin, nga madhështia e Zotit. Na dhe farzët dhe më thonë, kur asi, Allahu Ekber hymë farz, edhe zemrat e vdekura, edhe veç mja borane. E 4 para fundit vllazni. Imam Dhahebiu ka tregu një fjalë të Sufjanit Thaurit, ka thënë kështu: kush nin se me një vend po bëhet një bidat, nuk është patjetër thot më u kallëzu shok vet se në filan vendin po bëhen filan bidatet. Pse? Sepse thot zamrat mund më kanë të dobta edhe me ndiku ai bidat në zamrat e tyne. Pastaj thot Imam Dhahebiu tash po thot unë po ja shtoj kësaj fjale. Shumica e imamëve të selefit kanë qenë me këtë mendim që me ja tërheq vrejtjen njerëzve, jo çdo bidat që ka e nini me shku me ja kallëzu,
popullit se në filan venin po bën ke filan bidati. Po bëjshin ata kështu, po bëjshin. Se mundet që zemra më kon e dobët. Edhe, thot, dyshimet janë grabitçare, i kapin zemrat. Ulemat kanë thonë, jo çdo e vërtet është patjetër më u tregu. Jo çdo e vërtet patjetër më u tregu. E lënë secilën në kohën e vet. Kjo që është përmend këtu, zemrat janë të dobta, edhe shybet apo dyshimet janë grabitçare. Mund ta kapin zemrën e njeriut, edhe ta shtinë në dyshime. Çka me bë? Po më pyet një ditë një djalë, jam 16 vjeçar, tha, a ban, tha, unë kam qef me shku me studiu sektet në islam. Çka më thu? I thash, mas pari dush me studiu hakin. Hakin. Kur të bindesh që ke mësu krejt detajet e së vërtetës dhe zemra jote nuk ka dyshime dhe je i aftë me i ballafaqu sektet, dyshimet e ty në herë masanej. Nëse ti nuk e ki imunitetin edhe ke hyn midis të virusave, jo të virusit, të virusave, mos prit masanej mos me të kap virusi. Njëjtë është edhe me dyshimet. Keni kujdes, mos shkoni në vendet e dyshimta. Mos shkoni ta shohni që shpëbajnë filan ibadetin ata një bidat caktum, ose filan shirkun. Jo, mësoj e mirë njerë hakin, se zemrat mund të rrshasin. Sa njerëz kemi pa që i kanë nis punët për Allah, kanë përfundu me turpe. Një prej rasteve, për shembull, janë edhe meselet e disa personave që e kanë nisë rukjen në emër të ibadetit, të Allahut. Ka dal në emër të parës, ka dal, plus, ose pika, e dini. Zemrat, duhet me pas kujdes. Mos me toleru veten aty ku nuk mundesh me duru. Andaj keni kujdes edhe me këndrini, se këtu kam për me folë ma shumë, po qëllimisht nuk po du pak me unalën që të pikë, Allahu na falë. E fundit, thot Imam Gazali, rahmetullahi alej, idha waqa'a fi qalbika dhannu su, në zemrën tonë nëse paraqiten dyshime, mendime, domethënë të këqija, paragjykime, dini se ato thot janë prej vezveseve të shejtanit. Gjithmonë mendimet e këqija janë vezvese të shejtanit. Çka ka thonë ky dietar? Ka thonë, filloni me njëherë me e akuzu. Sepse Allah ka thonë Kur'an, o ju besimtar, in ja'akum fasiqun binaba, nëse vjen një njeri mëkatar me një lajm, sqarone, qartësone ata. E fasiku, mëkatari më i madh kush është? Shejtani. Kush i bjen paragjykimet dhe dyshimet në mendjen në zemrën tonë? Shejtani. Nëse dikush një person, ju e dini këtë sebepin e zbritjes së këtij ajeti, po e tregoj, kanë qenë disa musliman të bom muslimanërisht, edhe kanë nisë me ardhë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me kuajt e tyne, me armët e tyne. Edhe njoni i ka pa rrugës të ardhë, edhe i ka paragjyku, si ka pyet ku po shkani tek, ka ardhë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i ka thonë po vjen filan kabilja me të luftu. Resulullah sallallahu alajhi wasallam është përgatit mu ballafaqu me ta. Kur kanë ardhë ata kanë zatek në prit. Ja Resulullah thot, thot jemi bo musliman, kemi ardhë me pranu para teje me dëshmu shahadetin. Atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mirë prit. Allahu ka zbrit këtë ajetin, nëse ju vjen një fasik i thot personit i cili hapta si bën mëkatet. Nëse vjen një person i prisht, mëkatar i haptu, me një lajm, mos ja merrni pa e vërtetu. E më i prishti, person më i prisht, në botë kush janë shejtani.
Çfarë të bjen ai? Të bjen paragjykime në zemër, dyshime në zemër. Po thot Gazali, rahimahullah, akuzojeni, refuzojeni, kundërshtojeni, mos pranoni. Sepse ai është më i keqi i tërë krijesave. Runi zemrat. Të vjen me një dyshim për Allahun, për dinin e tij, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, për muslimanin. Gjëja e parë që dush me bën në çdo dyshim që të vjen, me e akuzu shejtanin. Ju e dini që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen shejtani thotë, pse Zoti e krijoi këtë, pse boni atë, pse, derisa në fund thotë, kush e krijoi Zotin? Çka duhet me bë besimtari kur i vjen dyshimet prej shejtanit? Është e lehtë. Kemi shumë pyetje të kësaj natyre, edhe më dhimbën besimtarët, se një prej sfidave të besimtarëve të ri, që s'kan dije është dyshimet në fe. Vezveset, në abdes, namaz, au fala, su fala, 3 recata, 4. A i lava kamët në atë shka edhe njerë të marrë abdes. E shkatërën vetën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka mësu, në ka thonë, kur t'ju vjen mendime dyshime të tilla, veç lani mos mendoni rreth tyne. Po leve, jo më du me debatu, mos debata me shejtanin. Jo, Zoti ka kriju namazin, e ka obligu namazin se namazi është qënë xhenet. Ai ta bjeni dyshim, mos debata me ta. Edhe pse ti se sheh ata, mos debata me mendje. Çka mi thon? Unë shpesh ju them njerëzve, s'po du me përmend krejt, po veç si ju them njerëzve, kur vjen shejtani me këto dyshime, thuaj anglisht shejtanit f. E dini ato pika. Çto thuaj shejtanit? Thuaj nëse ha forën tane. Ti shka se unë zvim me ty. Si ha unë e forat e tua me mështi dyshime. S'ke marrë avdes mirë, na është. S'ka më falë edhe njerë. S'mishtin ti mu me hangër forën tane. Ndo këtë i ke falë 3 recate, na është. Në momentin që japi selame, kryni ibadetin, e veç nëse je i sigurt 100%, këtheu edhe njerë. Nëse nuk je i sigurt, adin që nëse ndodhë që 2 besimtarë 3, mu falë bashkë, edhe masi t'japin selam njoni me thonë i kena falë 3 reqatë, ai tjetër me thonë vallaj 4. Çka duhet me ba? Ai që e ka bindjen 4, ai s'ban me falë edhe njerë. Se ai duhet me bindjen e vetë madhuru Allah. Ky që e ka bindjen, ama bind 3, ky e falë edhe njerë. Jo me dyshime, veç me ty që është flenë zemra. Prandaj, keni kujdes, zemrat ja u prish vezvesja e shejtanit. Mos e lejoni. Kur t'ju vjen me dyshime veç keshni. Mbesa, njerë ka me provu 2, 3, 4, 5, vallaj ka munan. Për ndryshe, nëse dani me kalu në depresion, edhe në psikiatri me shku, vazhdoni me vezveset e ti. Kam pyetje njeri që, grua konkretisht, thot, unë e hargjej një aso shamponi, kështu matë sustën, shampon i langët, ose sapun i langët që i thojnë, thot, unë e hargjej një pa dal pi banjas, një qasi, a i kum la durët mirë, a kum marrë avdes mirë, kamët pala i lava, mësë ka pik diçkan gjatë urinimit në tesha, e shkatrova vetën. Motër, a ki me mgu me ta dhonë një kshilë, që mgan, po të hapë, që së ngan, shkon psikiatri. Ka me të ngu, ma e besën Allah, vallahi ka me të ngu. Hinë banja, marrë avdes, dil edhe sartë të shejtani s'ke marrë mira kesh. Se së një thoshe atë fjallin që thash parës. Edhe shkru mas një javë, 10 dite, kum pështu. Po, pejgamberit ka thonë, sardjen me vezvese, lej vezveset e tje dhe pështan, runi zamrat e juja. Të në rumë vëllezër nuk po du me zgjatë ma shumë, kjo është për sot, si t'jemi të kujdesshëm ndaj zamrave tona, ne si besimtar, lësë Allah në zhjel që në bëjtë të sinqert, të ndershëm, të dinjitetshëm dhe të devotshëm. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.